Përshëndetje, do ta filloj pak ndryshe këtë podcast. Jam këtu me Iris Luarasin. Do lexoj një tekst. Okej. Dhe në fund do pyes zyshë Irisin se kush është autori i kësaj hyrje. Është një hyrje porositur për intervistën me Iris Luarasin. Shkruan autori. Sot kam kënaqësinë të bisedoj me një zë të njohur të jetës publike shqiptare. Profesore, pedagoge, aktiviste dhe një ndër kritiket më të forta të mënyrës se si flasim dhe jetojmë si shoqëri. Iris Luarasi ka ndihmuar me zërin e saj për të kuptuar më mirë, por edhe për të mos heshtur përballë padrejtësive, përfshirë ato që shfaqen brenda politikës, medias dhe trajtimit të grave në publik. Në këtë episod do flasim për manipulimin mediatik, për gruan në pushtet, për të vërtetat që i shmangim dhe për çfarë, kjo është e bukur, do të thotë të qëndrosh vertikalisht në një realitet që shpesh të shtyn të përkulesh. Një bisedë e drejt për drejt pa filtra me dikë që nuk i ka pasur kur frikë fjalët. Mirë se vini. Shumë kënaqësi. Zyshi Irisi kush e ka shkruar? Sipas jush. Po, në momentin që Unë nuk e kam shkruar. në momentin që më thej që po kjo është e fortë, do me thënë e pash që nuk e kishe për veten, do me thënë nuk e kishe shkruar vetë. Kështu që aty mendoj që tani Është ajo gjëja që është futur gjitha ne. inteligjenca artificiale mendoj. E ka shkruar inteligjenca artificiale Edhe më pëlqej ka shumë. është shumë kurioze të futesh thjesht emrin dhe të shikosh që dikush, një i panjohur, diku, nuk e di, unë e përfitoj si robot, ose si faqe muri, Po. nga ku del një zë, të përshkruar më mirë se që mund të përshkruash ti veten. Shumë e vërtet, do me thënë ke kjo, unë mendoj që ka shumë njerëz që kur i kanë fut profilin vetes, unë vetë se kam bërë asnjëherë si ekserciz, se gjithmonë kam pas Pse frikë. ke frikë? Ke frikë se mos të shan. Jo, ma shumë me të çfarë mësuar. Po, gjithmonë them që më pëlqen ta njoh veten kështu se se njoh unë vetë, domethënë. Po ndonjëherë ti kupton që inteligjenca artificiale ka shumë gjëra që të na njohin ne më mirë se ç'na njohin veten tonë. Dhe me që jemi këtu, është inteligjenca artificiale media? Inteligjenca artificiale sigurisht që s'është media. Ndihmon median, po nuk është media. Me thënë, sado e mirë të jetë inteligjenca artificiale, unë mendoj që nuk i zëvendëson dot gazetarët e mirë. Edhe besoj fuqishëm këtë, kështu që për këtë arsye them që kur vjen fjala për ke media, nuk mendoj që inteligjenca artificiale mund të bëhet media. E ndihmon në mënyrë të jashtëzakonshme. Më the diçka interesante përpara se të filloni bisedën, lidhur me inteligjencën artificiale. Që ne që jemi në këtë moshë, rreth 50-ave, apo jemi më shumë? Po mos na i tregon gjithë. Ne që So do i themi të gjitha. na ndihmon shumë, por fëmijët tan ose brezin e ri është pak e frikshme që ta gjejnë, me sa kuptova arsyetimin tuaj, është pak e frikshme që ta gjejnë të gatshme diçka të cilën truri i tyre duhet të ishte i stërvitur ose të stërvitet, të jetë në proces stërvitje për ta Patjetër. prodhuar vetë. Do me thënë, unë mendoj që ti shkruan një artikull edhe të ndihmon, unë shkruaj një projekt edhe të ndihmon, patjetër. Po në momentin që ne të dy nuk do e kemi inteligjencën artificiale për një arsye, nuk do e kemi afër, se dikush ka hakeruar gjithë sistemin e internetit, edhe gjithë elementet e tjera që mund të sjellin përpara faktit që ti nuk e ke inteligjencën artificiale, unë jam e sigurt që ne të dy do e çojmë përpara procesin. Unë do e shkruaj projektin, ti do e shkruash artikullin. Në gjithsesi, edhe po të mungonte. Ato gjë që do ta bënim për 3 orë, mbase do të duhet ta bëjmë për 3 ditë, po dim ta bëjmë. Kurse kur vjen fjala ke brezi i ri, pra kur flasim për fëmijët, kam shumë frikë që kjo inteligjenca artificiale e përdorur kështu pa kriter, derisa dalin disa kritere për ta përdorur. Do t'i bëj për tazë dhe mbel. I bën, jo, kam idenë që nuk ju zhvillon ato senset kritike që janë ato rrudhat e trurit, edhe aty jam shumë e tmerruar se them që janë ca gjëra që ato rrudhat e trurit shtohen sa më shumë lexon, sa më shumë shikon, sa më shumë e bret mendjen. Në momentin që ti nuk e bret mendjen se çdo gjë e ke gati, jam vërtet e friksuar që për fëmijët kjo nuk është një gjë kaq shumë e mirë. Jam shumë dakord. Është vërtet shqetësuese. Pedagoge, aktiviste.
Si do doni të t'ju prezantonin më shumë? Si e ndjen vetëm më shumë? Një edukatore e brezit të ri të gazetare, kryesisht, apo një aktiviste shoqërie civile të ri më mirë? Unë mendoj se të dyja kanë një pjesë shumë të rëndësishme në jetën time dhe unë nuk kam një peshore që të them se kush peshon më shumë. Edhe imagjinoj si ato peshorët e drejtësisë dhe në fakt mendoj që janë të dyja në mënyrë barabartë. Edhe jetën time e kam pasur gjithmonë të ndarë mes akademisë, mes mësimdhënies, mes studentëve, edhe pjesës së aktivizmit pasaj në shoqërinë civile, veçanërisht kur vjen fjala për drejtat e grave. Pjesën e akademisë e kam shijuar dhe vazhdoj ta shijoj çdo ditë, edhe marr një vibe që është jashtëzakonshëm nga studentët. Megjithëse ka shumë njerëz që thonë që si ka mundësi mbas 30 vjetësh në mësimdhënie, ti ke të njëjtin pasion kur vazhdon të shpjegon për radion, kur flet për podcastet etj, se këto janë lëndët e mia bazë. Edhe unë e bëj këtë, edhe unë vetë jam e surprizuar që kur hyn orën e mësimit, unë vazhdoj me të njëjtin pasion siç e kam pasur edhe 20 ca vjet, 30 vjet më parë. Po ndërkohë, jo, gjëja tjetër që them që kjo është ajo që bëj unë për studentët. Po ndërkohë ata bëjnë po kaq shumë për mua, sepse unë mësoj gjëra absolutisht të reja, veçanërisht nga pjesa teknologjike, prej atyre. Gjëra që s'do kisha pasur kurrë mundësi të mësoja në jetën time, dhe i mësoj në mënyrën më të natyrshme. Edhe më duket vetja ndonjëherë si nxënës i keq kur mësoj ca gjëra të tjera që kanë lidhje me teknologjinë dhe që studentët i dinë më të gishtave. Kështu që prandaj them ka një lloj vibe që është shumë pozitiv kur ti jep dhe merr, nuk je vetëm nga grupi i njerëzve që i jep ose nga vetëm grupi i njerëzve që merr, po kur kjo është e ndërsjell. Edhe këtë e vlerësoj në mënyrë të jashtëzakonshme. Kjo është diçka shumë e mirë. Brezi i gazetarëve të sotëm është më i mirë? Shiko, gjithmonë ne kemi si tendencë, mendoj që gjithë njerëzit kanë tendencë për të revokuar kohra të shkuara. Edhe gjithmonë janë me këtë mendimin që se disa breza përpara, gazetaria që bëi disa breza përpara etj dhe unë them që gazetaria disa breza përpara ka qenë shkëlqyer, pa asnjë lloj diskutimi. Por nuk mendoj. Keni fjalën për cilat vite? Po, për vitet 96, 98... Pas 90-s gjithsesi. Sigurisht pas 90-s. Po në fakt u mendoj që dhe tani, kur ti shikon punimet studentëve, edhe kur ti shikon se ato janë gjërat e para që ata prodhojnë, edhe që në një farë mënyrë tregojnë edhe një lloj trendi që ata do kenë në momentin kur shkojnë nëpër outletet ndryshme mediatike, ti shikon plot gjëra të bukura dhe plot emisione interesante. Edhe pse përpjekjet e tyre janë në hapat e parë. Dhe kur ti e shikon këtë ke grupi i atyre që janë freshmen, pra që janë akoma student, unë jam e sigurt që sa më shumë eksperiencat kanë pasaj ata, aq më të mirë bëhen. Edhe e di pse e mendoj këtë, se unë gjithmonë mendoj që fëmijët tanë janë shumë më përparuar dhe më të mirë se sa ne. Kështu që do i bija hasha asaj që mendoj kur vjen fjala se ti e shikon ke fëmijët e tu, edhe e shikon dhe ke fëmijët e miqve. Nuk mendoj kurrë se fëmijët tanë janë më të qinj se ne, përkundër, gjithmonë mendoj që ata janë shumë më të mirë se ne. Cila lloj gazetarie, cili zhanër i gazetarisë është më tërheqës për brezin e sotëm? Shiko, ka disa zhanre gazetarie. Nuk më duket për shembull që brezi i ri e ka shumë për zemër gazetarinë investigative. Edhe këtë për shembull ta them nga faktet. Ne kemi hapur në departamentin e gazetarisë një master profesional për gazetarinë investigative. Nuk e kanë për zemër. Nuk e kanë për zemër. Edhe kjo ishte si ofertë dhe ky është një nga masterat më të mirë që ofrohet në universitetet shqiptare, sepse është bërë në bashkëpunim me 2 shkolla nga më të mirat në Angli. Ka qenë një projekt i ambasadës britanike. Kështu që për këtë arsye them që një master i bërë në bashkëpunim dhe me supervizion të plot nga 2 universitete britanike që janë të shquara për gazetarinë investigative. Si vjet ne kemi vendosur masterin on hold, sepse nuk patëm kërkesa, kishim vetëm një student që donte të regjistrojë në masterin e gazetarisë investigative. Ndërkohë kur vjen fjala për masterin e marrëdhënies me publikun, ti ke 40 studentë që e kërkojnë atë master. Edhe mendoj që ka lidhje me pjesën e komfortit. Njerëzit e dinë shumë mirë që kur ti bën gazetari investigative, ti do futesh në konflikt me X persone. Marrëdhënia me publikun është komforti pa parë. Me që jemi të kjo temë, Iris, unë doja një shqetësim që
e kam të hershëm. Kush quhet gazetar sot në Shqipëri? Sepse më duket sikur ne nuk kemi një deontologji të profesionit. Qa shoh? Shoh që personazhe të cilët dalin rregullisht në ekran, të ftuar në emisione kryesisht opinionistike, kryesisht për politikën sigurisht, me kalimin e kohës, me shtimin e shfaqjes tyre në publik, publiku fillon edhe i percepton si gazetar. Ndërkohë, sipas mehe, një person i cili nuk ka bërë një jetë redaksionale, në sensin nuk di si bëhet një gazetë nga faqja 1-24, ose nuk di si ndërtohet një skalet e një edicion informativ në një televizion, nuk ka se si të quhet gazetar. Si mendon ti se mund të ndahet çapi nga sheqeri në këtë histori? Si mundemi që publiku, se ashtu do i dëmi qetë në mesazhet që merr, mendoj unë, nuk do të gjithë kjo kakofoni e madhe, të kuptoj se cilët janë gazetarët realisht, që është një zanat më vete, dhe cilët janë ata që bëjnë opinion për hesabet e tyre. Shiko, unë të diskutime bëjtë me studentët, kur flasim për rolin e gazetarit dhe rolin e opinionistit. Edhe a janë këta opinionistët, janë gazetarë, sidomos opinionistët sotëm të ataquar pranë. Edhe ajo që ju them atyre dhe diferenca e madhe është që në rolin e gazetarit, ti nuk bën qëndrimet e tua. Ti thjesht shkon dhe raporton për faktet, për ato që ti ke intervistuar. Me thënë, mençuria jote si gazetar është sa më interesant i gjen ti njerëzit për të intervistuar, për t'i dhënë përgjigje pyetjeve që ka në kokë publiku. Por ti, si reporter, si gazetar, nuk je i lejuar që të japësh mendimin tënd. Dhe nëse diçka ndodh në lidhje me këtë raportim, përgjegjësia editoriale i mbetet outletit mediatik që e ka publikuar. Kurse në rastin e opinionistit, përgjegjësia është totalisht e atij që e deklaron një shprehje, një statement, çfarë të duash të quaje. Dhe diferenca është shumë e madhe sepse ti nuk ka lidhje domosdoshmërisht që ti jesh gazetar, ti ke dalë aty sepse njerëzit vlerësojnë atë që ti ke si opinion tëndin, që është i mirë apo i gabuar, ti e mban përgjegjësinë vet. Për disa ti je gomar, për disa ti je njeri super i zgjuar. Kështu që kjo është një përgjegjësi që ti e mban dhe unë them që në fakt opinionistët më të mirë, kur vjen fjala për gazetarin dhe për pjesën e medias, opinionistët më të mirë janë ata që vinë nga bota e gazetarisë. Pikërisht. Dhe që kanë një bagazh eksperience. Nuk mund të bëhesh opinionist 25 vjeç. Mendoj unë. Ka njerëz që mendojnë që po unë personalisht mendoj sa më shumë njohuri, eksperienca të kesh, aq më mirë je në opinion bërje, sepse është pikërisht edhe mosha që t'jep një lloj komfortiteti që mosha e vogël nuk ta jep dot. Sakt. Do me thënë, në mendimin tuaj, opinionistët janë apo nuk janë gazetarë? Prandaj them varet nga eksperienca, nga bagazhi, nga niveli i njohurive, varet nga shkolla. Do me thënë, fillim fare mendoj që nuk mund të bëhesh gazetar nëse nuk mbaroj shkollën e gazetarisë. Në fakt, praktika na ka treguar që kemi gazetarë super të mirë, edhe që s'kan bërë shkollë gazetarie, po që janë aty sepse kanë instinktin, kanë pasionin edhe kanë dëshirën për të bërë atë misionin e gazetarit. Kështu që për sa kohë që bjem dakord që jo domosdoshmërisht ty të bën shkolla e gazetarisë gazetar të mirë, bjem dakord edhe për faktin që ti mund të jesh një opinion bërës shumë i mirë edhe pa qenë ndonjëherë gazetar. Mjafton që ti të kesh një fushë caktuar për cilën ti ke një njohuri shumë të mirë. I ndjeri Mojkomze që thoshte shpesh që sot jetojmë në tiraninë e opinioneve, më thënë jemi larguar goxha nga faktet. Fam aktiviste dhe pedagoge, por tashmë edhe në politikë. Në një vend të sigurt në listën e Partisë Socialiste. Çfarë mendon për këto vendet e sigurta dhe listën e hapur? Vendet e sigurta mendoj që janë një zgjedhje shumë e mirë e Partisë Socialiste për futjen e një pjesë të mirë të grave, për futjen e zërave të rinj brenda partisë. Ti nuk ke asnjë shans ta rinovosh partinë
Në qoftë se nuk fut në listat mbyllura, pra në listat e sigurta, disa njerëz që nuk kanë pasur asnjë lloj lidhje me politikën përpara, dhe nuk mund t'i hedhësh në terren 2 muaj përpara fushatës dhe t'i thuash që shkoni dhe mblidhni vota, se këta janë njerëz që nuk dinë ta bëjnë këtë gjë. Nuk dinë ta bëjnë këtë gjë sepse ne dimë shumë mirë që mbledhja e votave është strukturë partie, nuk është strukturë personaliteti e individit. Me thënë, unë patjetër që njoh njerëz që kanë lidhje të jashtëzakonshme me biznesin, me njerëz nga fushat ndryshme, po është e ndryshme kur ti do ta përkthesh këtë gjë në vot. Ti mund të kesh marrëdhëniet e tua personale me njerëz që ti nuk e di fare se për kë votojnë. Kurse kur ti ke strukturat e partisë që të punojnë për ty, dhe sigurisht i jep emrin, figurën, karizmën ose jo tënden, mendoj që kjo gjëja bëhet e thjeshtë. Kështu që për këtë arsye gjithmonë e kam parë dhe kam thënë edhe në studio të tjera që futja e njerëzve të rinj në lista të mbyllura është e vetmja mënyrë për të rinovuar partinë. Përndryshe, partia do ngelet po me të njëjtët njerëz që ka pasur nga një legjislaturë në tjetrën. Iris Luarasi është dakord që shumicën e deputetëve ta zgjedhin kryetarët e partive dhe jo drejt për drejt publiku? Në fakt unë mendoj që duhet ketë patjetër një zgjedhje nga partia. Jo patjetër nga lideri. Mund të jetë një kolegjum që mund t'i zgjedhë njerëzit që do t'i sillnin vota partisë. Edhe për hir të vërtetës nuk jam një partizane e madhe e këtij sistemi elektoral që kemi tani. Pra kemi një sistem rajonal proporcional që një pjesë të njerëzve i lë në lista të hapura dhe që në një farë mënyre ti nuk shikon më debatin e ideve edhe luftën që duhet kishin rivalët politik të partive të ndryshme me njëri tjetrin, sepse në fakt rivaliteti politik zhvillohet më shumë brenda llojit se sa zhvillohet jashtë llojit. Unë gjithmonë kam qenë edhe kam thënë gjithmonë që sistemi që më ka pëlqyer shumë më tepër, edhe ku bëhet vërtet politik, edhe ku njerëzit vërtet debatojnë jo vetëm për personalitetin e tyre dhe për ata që ata sjellin politik, po edhe bindjet edhe programet e partive që ata përfaqësojnë, është sistemi majoritar. Unë kundra teje, unë PS ti PD, hajde të përplasim brirët bashk, kush nga ne i bind më shumë njerëzit që ajo që ne themi është e drejta, mua më duket kjo mënyra më e ndershme në fakt në politikë. Iris Luarasi është e majt? Gjithmonë. Partia Socialiste sot më është e majt? Mendoj që po. Edhe këtë e nis nga programi, veçanërisht programi që kam parë si vjet, edhe nga ajo që është bërë në këto 12 vjet, ti shikon që ka politikat majta, edhe ka një afrim veçanërisht grave të vajzave. Fakti që ti ke në listat e mbyllura 52% të grave, më shumë se burrat, mendoj që është një gjë që duhet ta themi, se ka shumë njerëz që ja marrin këtë si për grantit edhe nuk e thon fare nëpër studio, po do që të kesh edhe modernizëm, do që të jesh edhe i majt që të kesh kaq shumë gra të përfshira në politikë. Se nga pikpamja e liderit është shumë e thjeshtë zgjedhësh burra. Është gjëja më e thjeshtë në botë dhe është më komodja në botë. Ky nuk është rasti Ramës. Të zgjedhësh gra është gjë shumë e vështirë dhe aq më shumë ti kesh ato në majoritet krahasuar me burrat. Edi Rama është i majt? Sa po ta thash që këto janë zgjedhjet po prapë të Edi Ramës, kështu që për këtë arsye unë mendoj shumë që patjetër që është i majt. Cila është politika më e majt që ka aplikuar Edi Rama? Politika më e majt unë shikoj ke pjesa që ka lidhje me fondet sociale, pjesa që ka lidhje me përfshirjen e grave dhe vajzave, pjesa që ka lidhje me faktin që të gjitha town hallet që kam parë në të gjitha qarqet e vendit kanë qenë vetëm me gra dhe me vajza. Më majta se kaq, nuk mendoj se mund të shkoj një parti politike, aq më shumë në një vend Ballkanit Perëndimor. Nga një pyetje që është pikërisht për përfaqësimin e grave dhe vajzave. Ku qëndron sipas zonjës Luarasi kufiri mes përfaqësimit simbolik dhe ndikimit real të grave në politikën shqiptare? Ndikimi real i grave dhe vajzave nuk duket vetëm ke numrat. Se po të jetë fjala vetëm për numrat, unë mendoj që kjo do ishte një histori e bërë çek me super sukses në Shqipëri. Se ne jemi një nga 5 vendet që na mban në gojë dhe Kombët e Bashkuara për një qeverisje me më shumë gra se sa burra. Po unë mendoj që më tepër kjo vjen nga pjesa që ka lidhje me cilësinë. Sepse unë mendoj që ti e dëmton po aq shumë kauzën e grave. Në qoftë se gratë që ti zgjedh, në fakt nuk janë përfaqësuese të grave,
Dhe janë nga ato njerëzit që do doni me vërtet t'ju lëshonim në një gjë në kokë që t'iknin nga foltoria ose nga një ministri apo nga një vend tjetër drejtimi, se janë aty vetëm se përmbushin kushtin që janë grua, po nuk kanë asnjë merit tjetër për çfarë janë aty. Janë aktualisht të gjitha gratë në PS po flasim, me që është partia më e hapur ndaj kësaj gjinie përfaqësuese reale të interesave. Jo, nuk mendoj që të gjitha gratë që janë aty janë përfaqësuese reale të interesave të grave, për i vërtetës. Edhe kjo pastaj më duket edhe absolutisht super normale në një informacion politik. Do të thënë, ti në informacion politik nuk është çështja vetëm të sjellësh kauzat e grave, se do sjellësh aty edhe kauza të tjera. Dhe mund të ketë njerëz që nuk janë absolutisht të lidhur me kauzën e grave, po mund të kenë një kauzë tjetër që mund të jetë prapë një kauzë e drejtë dhe kjo mund të jetë arsyeja pse janë aty. Domethënë nuk është si feminizmi për shembull përdoret si mjet marketingu politik. Jo, nuk e besoj këtë. Jo, nuk e besoj këtë. Jo, okay. Cila është gënjeshtra më e madhe që është thënë vajzave shqiptare për fuqinë e tyre? Gënjeshtra më e madhe për këtë gjë? Ka shumë. Ishte prapë pikë nga inteligjenca artificiale kjo. Do të kisha për dhe unë tani chat GPT-n time dhe ti gjeja përgjigje kësaj pyetje, po mendoj që ka shumë fakt. Vërtet që mund do është pyetje shumë e vështirë, sepse edhe unë po përpiqem të gjej një përgjigje. Okej. Shiko tani, do lexoj prapë me që hapa me inteligjencën artificiale, shiko mbylljen e inteligjencës artificiale për bisedën me Irisin. Sigurisht e ka dëgjuar. S'ka mundësi. Kjo ishte biseda jonë tot me Iris Luaras, një reflektim mbi realitetin ton politik dhe shoqëror, por edhe një thirrje për të mos dorëzuar mendimin kritik. Nëse ju pëlqeu episodi, mos harroni ta ndani me miqtë tuaj për më shumë biseda të sinqerta dhe të thella, si këto. Ju falenderoj që qëndruat me ne dhe mos harroni. Ndonjëherë e vetmja mënyrë për të ecur përpara është të ndalemi, të dëgjojmë dhe të mendojmë. Wow. Deri në episodin tjetër, kujdesuni për veten dhe për njëri tjetrin. Mirë, kjo është fjali standard ke. Faleminderit Iris, faleminderit Daniel, mirupafshim në episodin tjetër. Ishte një kënaqësi.